Një skeme mashtrimi dyshohet se ka ndodhur në Qerdë dhe në Botanika. Mu për shembull, më ka takuar subvencioni, më është ndrua në komunë Prishtinës. Ka qenë emri i fëmijës tim, bardh edhe tonat e mia tjera, edhe paga më është zbrit. Komuna kishte subvencione të kohën për neve, po faktikisht ato fare kanë shkuar në xhep të tërkojt. Diku deri 170-160 kam paguar internet në muaj. Edhe ka shkuar që paguaj me një çmim. Ki tjetër faktikisht nuk. Sa i kanë, sa ka figuruar? 50 euro ka figuruar që paguaj. On 50 komuna, 100 euro çmim. Unë kam paguar 260 për 2 fëmijë. Po qysh dyshohet se ka rrjedh krejt kjo skeme mashtrimit? Një skeme mashtrimi dyshohet se ka ndodhur në Qerdë dhe në Botanika këtu në komunën e Prishtinës, më saktësisht në lagjen Mati 2. Po qysh dyshohet se ka rrjedh krejt kjo skeme mashtrimit? Ka më shumë se 2 vite që dyshohet se zyrtarët të kësaj Qerdhe keq përdoren emrat e fëmijëve për të mashtruar e vjedhur. Për këtë periudhë u morën pagesën e plot prindërve, ndonë se komuna e Prishtinës për fëmijët e regjistruar në institucione parashkollore private ofron mbështetje financiare duke u ambuluar një pjesë të pagesës. Sipas prindërve, 93 fëmijë ishin në listë që kishin shkuar në komunën e Prishtinës për subvencionim, por që prindrit nuk ishin në dieni dhe vazhdonin të bënin pagesën e plot për këto vite. A keni qenë edhe pjesë e skemës që keni përkës? Kur keni fillu me dyshu për rastin? Faktikisht kemi fillu kogja herët, po s'kemi pas dëshmi as kur gjotë, s'kemi mujt me bo kur gjotë, diri sa një prind e ka marrë. Sa ka zgjatë që kjo periudhë, sa... Dikun 2 vjetë në shtapri që e këm djallin këtu, se mas ne pa ta fillu dhe qikën edhe u konë shmimi njejt, edhe subvencioni do më thonë, u konë kërka heq. Ju s'keni marrë subvencione, a i keni dorëzu krejt dokumenta që një pjesë? A shku emri i fëmijës tënd atje? Ka shku veç një anë jamën, do me thonë veç djallim ka shku. Qika nuk ka në regjistru me heq. Edhe ka shku që paguj me një çmim. Ki tjetër, a faktikisht nuk ka Sa i kanë, sa ka figuruar? 50 euro ka figuru që paguj. On 50 komuna, 100 euro çmim. Unë e kom pagu 260 për 2 fëmijë. Që po i vjen për 2 vjetë sa ke pagu? Dikun 1 vjet i vjen, se edhe 1 vjet qikë, do më thonë që 1 vjet e kom qikën këtu. Pajagi ka qenë rohan, se me një rrugë 500 euro të 260 euro tash llogarit e që shkemut mja dalë funin e mujet. Pajagi ka qenë rohan, po. Qa ka qenë arsëtimi drejtoreshes edhe? Drejtoresha faktikisht u kanë e pa informume në këtë aspekt. Me administratorën s'kemi pas kontakt, s'ka lanë me pas kontakt. Më thonë ta ka prej shkurt. Tak edhe çmimi na u ka rrit për 50 euro ma shumë, na kemi pagu 50 euro ma shumë asni për një fëmijë, edhe... Qëtëri ka qenë arsyetimi kur ju ka rrit 50 euro ma shumë i Qerdës? Për pagat e mësuseve, edhe për një shvit ditore që kanë pas mja mas zhumit, edhe për shaka. Komuna kishtit subvencione të në kohën për neve, po faktikisht ato pare kanë shku në xhep të tërkojt. Na i kemi bo pagesën e plot që shi vjen. E që sa vjetin ju në që Qerdhe? Unë e kom djallin që 2 vjetë e diçka në shtashtu. Jo? Për diri sa mina pi 100 për diku në 10 pi subvencione, këtë të regon diçka që s'o shumë rrejë. Për internet, qka po dyshohet? Ka qenë pagesë me e madhe sa që vdesht. Diku deri 170-160 kam paguar internet në muaj. Qerdhe, ja? Po, gjatë që nuk ka do shumë e parasysh. E që atu kanë një ndyshimet? Komplet. Informacioni që kam janë dikun 93 fëmijë që kanë marrë subvencione, po sa janë listë se raporti auditimit alos nga ka ardhur i komunës Prishtinës, sa janë listë që nuk e ka takuar realisht, nuk ka takuar realisht, do më thonë nuk ka takuar subvencione, nuk e dim saktë sa janë. Për shembull, atë shana ka paraqit se edhe ish këshilli dhe na kemi kontakte me komunën e Prishtinës, për shembull prindve që nuk i ka takuar fare. Do të thonë mu për shembull, s'm ka takuar subvencioni, më është ndrua emri në komunën e Prishtinës. Çka ka ndodhur? Më është ndrua emri. Do të thonë nuk ka qenë emri Misal Dalmat, nuk ka qenë emri i fëmijës tim, bardh edhe tonat e mia tjera, edhe paga më është zbrit. Do të thonë nuk ka qenë informacioni saktë për mua. Edhe në këtë rast Qerdha ka përfituar 50 euro për një fëmijë tim, 50 euro subvencion. Do të thonë tash kur jemi sot, mësuesit i kanë marrë pagat me ato buxhet që kanë qenë. Do të thonë kemi pas buxhet për pagat e mësuesve që janë, edhe për ushtruesin e detyrës së drejtoreshës që është një koordinatore e Qerdës që ka marrë, do të thonë me vendim të vendit e ka marrë detyrën e ushtruesit e detyrës së Qerdës me 17 drejtoreshës së Qerdës.
Për Gazetën Nacionale ka folur edhe ish drejtoresha e kësaj qerdhje. Jo, unë kam thënë drejtë, nuk rreqin kësitin trend. Ju, kur e keni kuptu, kur e keni vrejt këtë rast, kur keni dyshu? Në momentin që kam kuptuar dhe kam vrejt dyshimet e kam njoftuar komunën e Prishtinës, por gjithashtu e kam njoftuar dhe policinë. Përveç kësaj, burimet e nacionales kanë bërë të ditur se ka pasur edhe keqpërdorime të tjera ku njëra ndër to kishte qenë fatura e internetit e cila ishte paguar 170 euro vetëm për një muaj. Po ashtu ishin gjetur edhe fatura ku figuronin se kjo qerdhe kishte bler edhe telefona. Kështu të paktën kanë thënë burimet e nacionales. Përveç kësaj, vjen teksohet se Prokuria Themelore në Prishtinë një përgjigje të dhënë për Gazetën Nacionale ka treguar se ka filluar hetimet për rastin e fjalë dhe se nuk mund të jepen detaje për shkak se rasti është në fazën fillestare. Ndërkaq nga Komuna e Prishtinës deri në publikimin e kësaj historie nuk kanë kthyer përgjigje. Por nga ajo çka kemi gjetur është se kryetari Përparim Rama ka pesvuar përkohësisht subvencionimet për këtë qerdhe për shkak të dyshimeve.